Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro raportoi në Komisionin për Edukimin, Shkencën dhe Sportet mbi procesin e rishikimit të kurikulave dhe teksteve në arsimin bazë dhe të mesëm, reformë që po zbatohet përmes Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit parauniversitar. E shoqëruar nga specialista e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit parauniversitar, ministria paraqiti vizionin dhe hapat konkret të ndërmarrë për modernizimin e sistemit parauniversitar. Në kontekstin aktual të transformimeve të shpejta teknologjike, ekonomike dhe shoqërore, kurrikula kishte nevojë për ndërhyrje që të reflektonte nevojat e reja të tregut punës, të shoqërisë, së dijes dhe qytetarisë globale. Rishikimi dhe përditësimi i kurrikulave u ndërmor edhe mbi bazën e vlerësimeve ndërkombëtare dhe kombëtare të bëra në 10, 12, 15 vitet e fundit, siç janë PISA, TIMSS apo PIRLS, në bazë të analizave të brendshme dhe nevojave të evidentuara në përvojat e vendeve europiane me synim ndërtimin e një kurrikule moderne të krahasueshme ndërkombëtarisht. Ministria Kumbaro bëri të ditur se korniza e re kurrikulare përditëson kompetencat kyçe në përputhje me ato europiane dhe vendos tekst të veçantë të qasja STEM, integrimi i teknologjisë në procesin mësimor, udhëzimet metodologjike për mësimdhënien, si dhe nxitja e krijimtarisë dhe mendimit kritik. Korniza e re kurrikulare është hartuar dhe miratuar duke reflektuar zhvillimet bashkëkohore në arsim dhe duke përcaktuar si kompetencat kyçe të përditësuara në përputhje me kompetencat europiane. Ashtu edhe me fokusin të qasja STEM, prioritet, por edhe domosdoshmëri për integrimin e teknologjisë në procesin mësimor, si pjesë e metodologjisë, udhëzimet metodologjike për mësimdhënien dhe fokusin të nxitja e krijimtarisë dhe mendimit kritik. Por ka pas dhe një vëmendje të posaçme në vitet e fundit në ato që quhen në terminologji temat ndërkurrikulare të përditësuara. Dua të theksoj me ju që është një proces që ka nisur tani dhe përfundon në vitin 2029. Konkretisht, për klasat 1, 6, 10, përditësimi i programeve lëndore ka ndodhur në vitin 2025, përditësimi i teksteve po ndodh aktualisht dhe zbatimi i kurrikulës së re do të nisë në shtator të vitit 2026. E njëjta logjik dhe proces do të ndiqet për klasat 2, 7, 11, me kurrikulën e re që do të zbatohet në shtator të vitit 2027. Për klasat 3, 8, 12, në shtator të vitit 2028 dhe për të përmbyllur me klasat 4, 5 dhe 9 me zbatimin e kurrikulës së re duke filluar nga shtatori 2029 sepse shtrihet në të gjithë ciklin. Përgatitja e listës së teksteve shkollore për përditësim sipas klasave dhe lëndëve bazuar në katalogun zyrtar të teksteve shkollore për klasat 1, 6 dhe 10 përfshin 171 tekste shkollore, 140 tekste fizike dhe 31 tekste digitale, si kundër përfshin hartimin e treguesve të përditësimit të teksteve shkollore dhe takime informuese me shtëpitë botuese për procesin e përditësimit të teksteve shkollore që po zhvillohen nga kolegët e ASKAP-it. Procesit të konkurimit për tekstet të reja shkollore do t'i nështrohen qytetaria për klasën e parë të 6 dhe të 10 dhe gjuha shqipe për klasën e 10. Ndërsa tekstet e tjera do t'i nështrohen përmirësimeve dhe përditësimeve sipas kalendarit që sapo sqarova më herët. Programi strategjik 2026-2028 për zhvillimin profesional të mësuesve synon të garantojë mbështetje konkrete në planifikimin e mësimit sipas rezultateve të reja, në përdorimin efektiv të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, në vlerësimin formues dhe në mirëqenien e tyre profesionale dhe etike.